Të nderuar teleshikues dhe pjesëmarrës të lojës së fatit Loto mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në transmetimin e drejt për drejt të tërheqjes së numrave të lojës së fatit Loto 7 nga 39 për xhiron e 101. Që në fillim të emisionit do t'japim pagesën për këtë xhiro dhe presim nga regjia të na paraqes në ekran pra të dhënat mbi pagesën për xhiron e 101. Do të shohim se si vjojnë pagesat për këtë xhiro, të cilat i kemi tashmë në ekran dhe i shohim së bashku. Shuma e paguar është 19.272 euro e 60 cent, fondi akumuluar për shtatë të qelluara shohim se është 415.081 euro e 69 cent. Në vazhdim të shohim të dhënat mbi pagesën për Joker në xhiron e 101. Dhe shuma e paguar për Joker është 1.693 euro e 50 cent, fondi akumuluar për Joker me 6 të qelluara, shohim se vjen 21.078 euro e 82 cent. Dhe si zakonisht, tërheqja e numrave bëhet në mbikëqyrje të komisionit verifikues, që si gjithmonë edhe sonte përbëhet prej trantarëve dhe kemi të ftuar. Kryetar Bashkim Paçarizi nga Ministria e Financave, Enver Osmani, qytetar nga Prishtina, si dhe Shaban Jakupi nga Lotaria e Kosovës prasonte të tre antarë të komisionit. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma. Dhe tani është koha që të pyesim kryetarin e komisionit sa mund të fillojmë tërheqjen e 7 numrave fitues pra për xhiron e 101. Dhe fjala është për ju. Faleminderit Flora. Komisioni ka konstatuar se gjithë materialet dhe topat që gjenden në minister janë në rregull dhe loja mund të fillojë. Faleminderit shumë. Atëherë, pasi që komisioni konstatoi se gjithçka është në rregull, ne fillojmë me tërheqjen e 7 numrave fitues, kurse ju bëni gati, loja po fillon dhe fat për të gjithë ju që luani me ne. Topat do të vijnë në mikser dhe do të fillojmë me tërheqjen e 7 numrave fitues, duke ju rikujtuar se jemi në xhiron e 101. Ka filluar pra përzierja e numrave dhe tani do të presim tërheqjen e numrit të parë. Vjen numri i parë fitues për këtë xhiro dhe shohim se është numri 27. Pra numri i parë fitues na vjen numri 27. Në radhë është tërheqja e numrit të dytë. Presim për pak çaste dhe tërheqjen e numrit të dytë për të parë se cili do të jetë ai numër. Vjen dhe numri i dytë fitues. Kemi numrin 21. Pra numri 2 fitues, shohim se është numri 21. Do të presim tani tërheqjen e numrit të tretë në radhë. Erdhi tashmë dhe numri 3 fitues dhe jo rastësisht vjen vetë numri 3. Pra kemi numrin e 3 fitues dhe është numri 3. Për pak çaste tani do të kemi numrin e 4 fitues për të parë se cili do të jetë ai. E kemi tashmë pranë numrin e 4 fitues dhe na vjen numri 6. Pra numri 4 fitues shohim se është numri 6. Në radhë është tërheqja e numrit të 5. Dhe numri 5 që do dalë nga mikseri shohim se është numri 15. Pra numri 5 fitues vjen numri 15. Bëjmë tani tërheqjen e numrit të 6. Dhe numri 6 fitues për xhiron e 101 vjen numri 5. Pra shohim se numri 6 fitues është numri 5. Do të presim tani tërheqjen e numrit të fundit, pra numrit të 7 për xhiron e 101. Dhe numri i fundit fitues na vjen numri 16. Pra kemi numrin e 7 fitues dhe shohim se është numri 16. Këta këtu janë 7 numrat fitues për këtë xhiro, do të rikthehemi pas pak në studio për të parë se si vijojnë fitimet dhe ju qëndroni me ne. E lojtarët të dashur, tani do të paraqesim edhe një numrat fitues për xhiron e 101 dhe shohim se kombinimi fitues përbëhet nga numrat të cilët tashmë janë në ekran dhe i shohim së bashku. Kemi numrin 27, 21, 3, 6, 15, 5 dhe në fund numrin 16, kurse numri fitues për Joker e shohim se është 7,
1, 3, 6, 5 dhe përsëri në fund kemi numrin 5. Ne urojmë fituesit e sonëm të cilët I njoftojmë se fitimet mund t'i tërheqin që nga dita e hënë dhe njëkohësisht mund të bëjmë pagesën për xhiron e ardhshme që organizohet të mërkurën. Tani është koha që të ndahemi për disa çaste dhe ndjeki marketing për të kthyer me raportet e përkohshme për Loto 7 nga 39 dhe atë Joker. Kthehemi pas pak. Kur si dihet kur ta dan, kërvesh dhe fito thesarin, Lotaria e Kosovës. Arritëm në momentin kulminant të kësaj loje, ku gjithë ju prisni me padurim për të parë se si vijojnë fitimet, pra në qoftë se keni fituar apo jo diçka dhe pse jo qoftë të fitoni edhe një shumë simbolike, në mënyrë që shpenzimi I xhiros së sondme të kompenzohet për të luajtur përsëri së bashku në xhirot e ardhshme. Në këtë mënyrë lusim tani regjin të na paraqes tabelën me rezultatin e lojës, respektivisht raportin e fitimeve, fillimisht për Loto në xhiron e 101. Do të shohim se si vijon raporti I fitimeve pra për këtë xhiro, dhe e kemi tashmë në ekran dhe e shohim së bashku. Me 7 të qelluara nuk ka fitues, por me 6 të qelluara shohim se vjen vetëm një fitues, I cili fiton shumën prej 1.661 euro e 43 cent. Pra dhe njerë me 6 të qelluara është një fitues me shumën prej 1.661 euro e 43 cent. Me 5 të qelluara kemi 58 fitues me nga 28 euro e 65 cent, dhe me 4 të qelluara kemi 1.123 fitues me nga 2 euro e 91 cent. Fondi për 7 të qelluara për xhiron e ardhshme pritet jetë 416.500 euro. Pra unë nuk kam qenë të mërkurën dhe e shoh që është rritur, prandaj isha hutuar dhe njerë, pra fondi për 7 të qelluara do të pritet jetë 416.500 euro. Tani do të paraqesim dhe e kemi tashmë raportin për Joker. Joker me 6 të qelluara nuk ka fitues, Joker me 5 të qelluara nuk ka fitues, si dhe Joker me 4 të qelluara nuk kemi fare fitues. Vazhdojmë tutje dhe shohim se Joker me 3 të qelluar kemi 4 fitues me nga 50 euro. Joker me 2 të qelluara janë 31 fitues me nga 2 euro e 50 cent, edhe në fund Joker me 1 të qelluar kemi 371 fitues me nga 1 euro. Fondi për Joker me 6 të qelluara për xhiron e ardhshme pritet jetë 50.000 euro. Pyes komisionin në qoftë se kanë marrë të gjitha shënime dhe në rregull edhe me këtë xhiro. Gjithçka është në rregull. Faleminderit dhe juve. Urojmë edhe njerë fituesit e kësaj xhire dhe juftojmë të merrni pjesë në lojë dhe të luani Loto, sepse kuptohet, vetëm ata që luajnë mund të fitojnë fitimin kryesor me 7 të qelluara, që në xhiron e ardhshme pritet jetë 416.500 euro. Para se të ndahemi, njoftoj lojtarët se Lotaria e Kosovës së shpejti do të fillojë me shërbimin e pagesës online, pra shërbim ky që mund të mundsoj për të bërë ju pagesën direkt nga shtëpia, pra në mënyrë elektronike. Për këtë shërbim ju do të vizitoni faqen www.lotariaviskës.com. Këtu dhe erdhi fundi xhiros së sonte, natën e mirë dhe mirupafshim të mërkurën në xhiron 102. Mos harroni, luani Loto.